Eliona dhe Edi përfshihen në një debat të tensionuar, i cili nis papritur dhe rritet me shpejtësi përpara gjithë banorëve. Edi dhe Eliona qëndrojnë përballë njëri tjetrit, të dy të acaruar dhe pa asnjë dëshirë për t'u tërhequr nga qëndrimet e tyre. Eliona, e lodhur nga qëndrimi i Edit gjatë ditëve të fundit, i drejtohet me zë të lartë dhe të prerë: "Ti e ke inat mua, Edi. Dhe e di shumë mirë pse. E ke inat se unë nuk ta vë veshin, nuk ta var fare." Ajo afrohet edhe më shumë, duke e parë drejt në sy, ndërsa fytyra e saj është ndezur nga nervat. "Ti mendon se çdo vajzë këtu duhet të kushtoj vëmendje, se je ndonjë burr i madh. Por në fakt je plot me vetbesim të tepruar dhe s'ke asnjë arsye për të pasur kaq shumë mend për veten." Edi tenton të përgjigjet, por Eliona nuk e lejon të përfundojë mendimin. "Mos më shiko ashtu. Ti je budalla, Edi, sepse mendon se i kupton të gjitha. Por në të vërtet nuk kupton asgjë. Fare." Ajo tund kokën me zhgënjim, ndërsa energjia në dhomë bëhet edhe më e rëndë. "Unë s'jam si ato që ti mendon se mund t'i manipulosh me muskuj, me fjalë dhe me qëndrime të kota. Prandaj e ke inat. Sepse unë nuk bie në nivelin tënd dhe ti nuk e duron dot këtë." Edi shtrëngon nofullën, ndërsa Eliona vazhdon pa asnjë hezitim: "Po ta them troq, nuk ke as sens. As logjik, as kuptim. Vetëm e cejakje me vetbesim bosh." Debati mes tyre vazhdon për disa minuta të tjera, me Elionën që nuk heq dorë nga fjalët e saj dhe me Edin që mbetet i zemëruar, por i goditur në krenari. Banorët rreth tyre heshtin, duke kuptuar se ky është një nga shpërthimet më të forta të Elionës që nga hyrja e saj në shtëpi. Atmosfera ngel e tensionuar, dhe konflikti mes tyre duket se ka hapur një plagë të re në dinamikën e shtëpisë.